Depozitohet kallëzim penal për përhapësit e panikut në Gjirokastër. Bashkia e Gjirokastrës ka depozituar këtë të hënë në komisariatin e policisë kallëzim penal ndaj personave, të cilët akuzohen për një sër veprash penale, e në mes të cilave edhe përhapja e panikut. Bëhet fjalë për panikun e përhapur ditët e fundit, me lajmet e supozuara për kryebashkiakun Flamur Golemi, i cili supozohej se kishte rezultuar pozitiv me HIV/AIDS, duke u transmetuar edhe punonjësve të tjera në këtë bashki. Avokati dhe juristi i mirënjohur Arbel Langozi, pasi ka depozituar kallëzimin, ka dhënë edhe një deklarat për mediat, duke kërkuar nga organet e drejtësisë vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave që shkaktuan panik në Gjirokastër, por jo vetëm. Kam ardhur pranë drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër për depozituar kallëzim penal për hetimin e faktit penal ku është shpërndarë për rrjetet sociale se në bashkinë Gjirokastër është shpërndarë një epidemi me sëmundjen HIV/AIDS. Në këtë kallëzim ne kemi kërkuar ndjekjen penale të autorëve të shpërndarjes së këtij paniku, por njëkohësisht kemi kërkuar dhe që për qytetarët jenë më të qetë dhe më të bindur për atë që ka ndodhur të hetohen edhe funksionarët e bashkisë të cilët janë implikuar në këto rrjete sociale. Pra, ose këta persona që kanë shpërndar epideminë apo ose persona që kanë shpërndar panik të vijen përpara përgjegjësisë penale. Sepse në fund të fundit duhet që qytetarët e Gjirokastrës të marrin një përgjigje të saktë nëse ka epidemi në bashki apo jo, dhe nëse s'ka, autorët që kanë shpërndar këtë panik dhe këtë lajm të rrem duhet të vijen përpara përgjegjësisë penale. Një ditë më parë u publikua analiza e HIV/AIDS-it të kryebashkiakut të Gjirokastrës, ku rezultonte negativ, duke u mbyllur të gjitha shtigjet për abuzim personave që donin të shfrytëzonin këtë moment për arsye politike.